Pra këtu kemi pas bashkësinë e numrave, i kemi pa ushtru mbledhjen, zbritjen, shumëzimin me pjesëtimin. Pra kemi tregu se qysh po shumëzohen, qysh po pjesëtohen. Jemi ndalë ndoshta pak më shumë të thysat, si kemi thjeshtu thysën, si është zgjeru thysa, si kemi bërë krahasim të thysave. E kështu me radhë. Pastaj si kemi kthy një thys në numër dhjetor, pastaj numrin dhjetor në thys. Me fuqizimin nuk kemi zgjidhur shumë detyra, po besoj i kemi ushtruar në klasën e 8. Pra këtu tek fuqizimi i rregullat, i kemi zgjidhur disa detyra të thjeshta këtu. Pastaj kemi zgjidhur numrat iracional. Pra numrat iracional kanë qenë ata numra që nuk mundem me shkruaj si thys. E kemi zgjidhur disa numra iracional, pra kemi tregu bilin i rregull që nëse është në thys ose shumëzim mundem me i nda, po kur kemi mbledhje dhe zbritje, pra nuk mundem me vendos brenda një rrënjës. Kemi tregu edhe racionalizimin, pra që përfundi thysës nuk duhet me qenë rrënja katrore. Pastaj në bosh numrik i kemi paraqit disa. Qa kemi ushtru tjetër? Po, cilat janë numra racional, cilat numra real, e kështu me radhë. Po edhe këta i kemi paraqit, nuk dia i kemi provu këta me vizore me kompas me i paraqit rrënja 2, rrënja 3, rrënja 4, 5, 6, e kështu me radhë. Kemi fillu me vlerë absolute, po këtu kemi zgjidh pra vetëm vlerë absolute të numrave në këtë rast. Pra kemi pas njësim, jo ekuacion. Pra për sot e kemi lënë që me i ushtru ekuacionet lineare me vlerë absolute. A ka qenë ashtu? Po para se me i zgjidh ekuacionet me vlerë absolute, atë provojmë të zgjidhim një herë do ekuacione edhe mirë, në ekuacionet po mdoket nuk i kemi vendos. Çka kështu? Do mja nis për x-aj. Pra, për cilat vlerat të ndryshorës x nuk ka kuptim shprehja. Çka është ndryshe kjo? Pra, kur ekziston ose kur nuk ekziston. A ka raste kur nuk ekziston ndonjë shprehje po. Pra, nëse kemi me pas, po themi 3 thy për 0, atëre kjo nuk e dim se është. Mos ty përzihet me 0 thy për 3, se 0 thy për 3 është 0. Po 3 thy për 0 pra nuk ekziston kjo. Prandaj, po dojmë ditë se kur kjo shprehja ose në këtë rast emëruesi na bëhet 0. Më falni. Pra nën A. Për çfarë vlerë të ndryshorës x nuk ka kuptim shprehja, nëse kemi 3 thy për x, atëherë për kësaj x-i s'duhet me qenë 0. Pra për x barabart me 0 nuk ka kuptim shprehja. Dhe po e shkruajmë për x barabart me 0 nuk ka pas na pak më vështirë kuptim. Në KK nuk ka kuptim shprehja. Pra nëse zgjidhim tash në B, po dojmë ditë prap nëse kemi 2 thy për x minus 3, pra nuk ka lidhje që kemi lartë, pra të numëruesi vetëm të emëruesi. Atëherë për x minus 3 nuk ka kuptim shprehja, ose ndryshe për x barabart me 3, përshkrim shkurt në KKsh, pra nuk ka kuptim shprehja. Nëse x është barabart me 3, pse? Se 3 minus 3 0, pra poshtë na bëhet 0. Nëse çapi mërmendja, për çfarë vlera nuk ka kuptim shprehja? E kujtohet dikujna kjo x katëror minus 9. Pra qysh ke mujt me shkru ndryshe këtë x katëror minus 9? Këta mundu me shkru sikur x në katror minus këtë 9 me shkru sikur 3 në katror, edhe kjo është x minus 3 herë x plus 3. Prandaj, kur vim deri te kjo x minus 3 x plus 3, themi që për x minus 3 herë x plus 3 shprehja është 0, nuk ka kuptim, ose për x barabart me 3, edhe për x barabart me minus 3, nuk ka kuptim shprehja. Mirë, në dole kjo në lejmërimi të rrjetet sociale, po s'ka lidhje.
besoj e rregullojmë. Më falni për këtë shqetësim. Pra kemi kështu 3 thy për x, që është x barabart me 0. Tek kjo tjetra kemi 2 thy për x minus 3, pra ndërthys tek emëruesi nuk duhet me qenë 0. Edhe në c kemi 3 thy për x katror minus 9, ose ndryshe x katror minus 9 mundem me shkruaj sikur x minus 3 dhe x plus 3. Te kjo detyra tjetër, pra x katror plus 1 thy për x plus 3, çapi mërmendja? Për çfarë vlerë të ndryshorës x? Nuk ka lidhje pra çka kemi në numërues. Në a duhet x plus 3 barabart me 0, ose x barabart me minus 3. Kur e zaventësojmë këtu x minus 3, këtu lart na del një numër, pra minus 3 në katror është 9, plus 1 10, po na del që është 10 thy për 0, 10 thy për 0 nuk e dim sa është. Në b, 5 thy për x era x plus 1, jo, të hekim barazimin, pra tash këtu dhëtë me shkru x era x plus 1, është 0. Kur është këtë 0? Kur x është 0 dhe x plus 1 është 0. Pra kur x është 0 dhe x është e barabart me minus 1. Pra për këto dy vlera, shprehja nuk është thys. Sepse nëse është 0, na del 0 plus 1, 1 herë 0 është 0, pra na del 5 thy për 0. Po në qoftë se e kemi minus 1, atëherë kemi minus 1, edhe minus 1 plus 1 0, prap 0, pra për dy numrat na del shprehja 0. Ndërsa kjo x katror minus 4 është e ngjashme me ato ma herët që e patëm x katror minus 9. Çapi mërmendja? E sa është? Pra sa duhet me qenë x-i, në mënyrë që kjo mos me qenë thys. Prapi kemi dy vlera. X katror minus 4 është 0, pra këta mundem me shkruaj sikur ndryshim të katrorëve, e shkruajmë sikur x katror minus 2 në katror, kjo është barabart me x minus 2 herë x plus 2. Prandaj x minus 2 është 0 dhe x plus 2 është 0. Përfundimisht x është 2 edhe x është me minus 2. Pse na noviten këto, pra për zgjidhje të ekuacioneve me vlerë absolute. Këto i mësoni nëse zgaboj qysh për klasës të 4 ose të 5, me zgjidhje një ekuacion. Hajde stani në apë zgjidhjen dhe po kalojmë te vlera absolute. Pra 3x plus 5 është e barabart me 20. Apo më ndihmon dikush? Hajde mëre. Mirë. Pra, mundemi, po themi në dy mënyra. Njërën mënyrë i mësu që të pa njohurat një në anët, njohurat në anën tjetër. Pra, të pa njohurat e kemi pas 3x barabart me 20 që është vend vetin, për janë drejnë vendin kujna 5-it, pra shkruajmë minus 5. 3x është barabart me 20 minus 5 e kemi 15. Tash këtu pjestojmë me një 3, kemi 3x thy për 3 është barabart me 15 thy për 3, ose ndryshe x është barabart me 5. Cila është metoda tjetër, pra që nështë ma rrallë e përdorim, po herë është ma përshtatshme herë jo, po normal përshëndetje. Pra, sikur këtu që është pjestu me 3, këtu me qenë se kemi plus 5, mundi me thonë që po e zbresim një 5 anë për anë. Kemi 3x plus 5 minus 5 barabart me 20 minus 5, edhe tash vim të 3x barabart me 15. Tash këtu pra sikur kjo, pjestojmë me 3, 3x thy për 3 barabart me 15 thy për 3, edhe kemi që x është barabart me 5.
Na shkon 10 minuta ndoshta ty diskutu detyra që i kemi pas më herët. A keni pyetje këtu? Po, ora fillon, na zakonisht e dërgojmë lajmërimin në ora 7:10, 7:15 vetëm fillon ligjërata. Mos them ligjërata se kemi pra diskutime nëse dikush dëshiron. Prandaj zgjat 40 minuta e kemi deri në 9:55 ose 7:55. Ndodh ka një herë me zgjat pak më shumë, po 7:55 zakonisht aty e mbyllim edhe të enjteve, pra e keni quizin. Shikoni aty tek events. Pra tek events besoj që aty e keni edhe orarin, pra të martën, të ejtën prej orës 7:10. Mirë, këto po e lojmë. Po dojmë me zgjidh ekuacionet me vlerë absolute. Pra herën e kalume, vetëm i kemi ushtru disa numra, pra i kemi gjetë vlerën absolute të numrave. Pra vlera absolute, kemi thonë që është x për x a qenë më të madh se 0, edhe është minus x nëse x është më e vogël se 0. Po i kujtohet, pra nëse kemi vlerë absolute e dyshit, atëherë dyshi është më i madh se 0, më i vogël se 0. Pra dyshi është më i madh se 0, atëherë shkruajmë vetë x-in, pra shkruajmë vetë dyshin. Po nëse kemi vlerë absolute e minus 3-shit, atëherë po thotë shkruaje vendos edhe një minus x para, vendos edhe një minus para x-it. Pra vendosim minusin. Që kështu. Pra që kanë nëse në vend x-it e kemi minus 3. Pra ky minusi është ky këtu. Po e hapim klapën. Pastaj e kemi minus 3. Edhe po e mbyllim klapën. Prandaj minus e minus plus është 3. Pra vlera absolute e çfarë do numri gjithmonë del pozitiv. Tash kemi me pas aty detyra që kemi pas rastin kur është nuk ka zgjidhje. Pra për ndonjë numër real x, për a më të madh se 0, vlera absolute e x-it barabart me a është ekuivalent me x barabart me a ose x barabart me minus a. Pra kemi me zgjidh detyrat në këtë formë, kur x është sa a-ja dhe x është sa minus a-ja. Pra kemi me i marrë dy raste. Nëse a-ja është më e madhe se 0, ekuacioni ka dy zgjidhje, pra minus a dhe a. Nëse ekuacioni është 0, nëse a-ja është 0, ekuacioni ka vetëm një zgjidhje, pra x barabart me 0. Pse? Se prapë vlera absolute e 0-s është vetë 0, apo nuk kemi plus 0 minus 0. Edhe tjetra, nëse a-ja është më e vogël se 0, ekuacioni nuk ka zgjidhje. Pse? Nëse kemi hajde po themi vlera absolute e x-it është e barabartë me minus 3. A kemi në ndonjë x që kur e vendosim vlerë absolute me na jep minus 3? Jo, nuk ekziston asnjë x. Pra, sa do na me vendos të numrin, gjithmonë kjo vlerë absolute ka na kthy në numër pozitiv. Prandaj është e pamundur me na dalë me minus 3. Çfarë po e zgjidhim disa detyra? Për shembull te kjo këtu. Sipas të rregullit, nëse është vlera absolute e x-it barabart me a, shkruaj x-in a dhe x-in barabart me minus a. Pra, të detyra janë kemi x-i është barabart me 9 dhe që kështu po e shkruajmë. X-i është barabart me 9 edhe x-i është barabart me minus 9. Kështu po i zgjidhim nishin, dyshin, treshin. Bravo. Po. A i ke prej pahiri apo dishte me diskutu diçka? Jo s'ka lidhje, ishëm stani. Pra që se të rimi diskutu, po e dini, e keni dorën, ngriteni dorën aty, request to speak, vini stage dhe diskutojmë bashkë ndonjë detyrë ose diçka tjetër. Pra tek detyra janë, kemi tash dy raste me i zgjidh.
Po, përfundimisht këtu e kemi që x është e barabartë një zgjidhje, x barabartë me 9 edhe x barabartë me -9. Tek detyra e dytë, pra vlera absolute e x-it barabartë me 5, i kemi dy raste. Kur x është 5 edhe kur x është me -5. Po tek e treta, si këshit vepru? Tash na dëna me i zgjidh disa prej detyrave, ose disa prej llojeve detyrave, kemi plot lloje detyrave, po disa po mundohemi. Pra ta shikoni ku e kemi këtë vlerën absolute e x-it. Nuk guxojmë tash ta me shkru për shembull vlera absolute e x-it -5 barabartë me 7, pastaj si me vendosë çat -7-shin. Çfarë për mërmendja? Bravo. -12. Po pse për mërmendja që ashtu mundem me shkru? Okej, shka lidhe 7 plus 5, 12, nuk ka dërthe. Pra, me qenë se kemi vlerë absolute, duhet me provu apo na del një rast a dy raste. Pra, me qenë se kemi këtu -5, pra mundem këtë -5 me vendos në anën tjetër barazimit. Me shkru vlera absolute e x-it është e barabartë me 7, -5 kur del në këtë anën tjetër barazimit, bëhet, më falni, 7 plus -5 kur del në anën tjetër plus 5, vlera absolute e x-it është e barabartë 7 plus 5 e kemi 12. Tash, për na dalin pra dy raste, kur x është 12 edhe kur x është e barabartë me -12. A jemi qartë i këtu? Çka ndodh gabimi? Pra, prej rastit tanë, na me i formu një farë mënyrë dy raste. Kemi x minus 5 që është e barabartë me 7, zdi pse po shkruaj kaq zgjenemisht. Pra e kemi x minus 5 barabartë me 7 edhe x minus 5 barabartë me -7. Pra që shemi mësuna në bazë të përkufizimit. Njëherë me bo me 7, pastaj me bo me -7, me i shkru pra 7 dhe -7. Tash të kjo detyra janë, kemi x barabartë me 7 plus 5, x është e barabartë me 12, po x barabartë me -7 plus 5, x po na del që është e barabartë me -2. Pra, po e shihni këtu, pse po ndodh kjo gabimi, se na po e konsiderojmë edhe këtë -5 që është brenda vlerës absolute. Jo, na mundem me zgjidh detyrën vetëm kur arrim me sjell vlerën absolute në anën e majt, ndërsa në anën e djathtë me i pas shprehje tjera që i kemi. Pra në anën e majt duhet kemi vetëm vlerën absolute. Po e shihni këtu vetëm është vlera absolute, këtu është vetëm, ndërsa këtu nuk është. Duhet me zhvendos këtë -5 në anën tjetër barazimit, ose në qoftë se kemi x ose çfarë do. Tash shikojmë kemi raste tjera. Po, që të kjo detyra tjetër për shembull. Si e kishim zgjidh këta? Në anën e majt e kemi vlerën absolute, në anën e djathtë e kemi numrin. Prandaj, këta mundem me nda pra në dy pjesë, me shkru që x plus 3 është e barabartë me 6, edhe x plus 3 është e barabartë me -6. Kjo është ekuivalente me shkru dhe x plus 3 është e barabartë me 6, po mundem me shkru dhe minus x plus 3 është e barabartë me 6. Po e shihni, pra në vend minusit këtu të 6 e kemi vendos krejt këtu për para.
njëti kemi. Pra, në qoftë se zgjidhim këta, x është e barabartë me 6 minus 3, x është e barabartë me 3, tash e provojmë, x është e barabartë me minus 6 plus 3, x është e barabartë me minus 3. Pra, në qoftë se është 3, 3 plus 3, 6. Vlera absolute e 6-it është 6, po. Sakt. Ndërsa kjo minus 3 plus 3. Qa kemi bo këtu? Pëshe. Gabim jam. S'pëna del detyra. Pra, plus 3, kur del në anën tjetër barazimit, bëhet minus 3, edhe x është i barabartë me minus 9. Minus 9 plus 3 është 6, minus 6, vlera absolute e minus 6 është 6, prandaj edhe kjo është e saktë. Pra, ke mujt tash qëtë minusin që po vendosim tek këtu barazimi, me vendos edhe para kësaj shprehjes vlerës absolute. Pra, qëta e zgjidhem, x është 3, po këtu tash, minus herë x është minus x, minus herë plus është minus 3, që është e barabartë me 6, minus x është e barabartë me 6, minus 3 që kur del në anën tjetër barazimit, bëhet plus 3, po vazhdo shkruaj, çka do që ki nevojë, në pju përcilli. Minus x është e barabartë me 6 plus 3 është 9, në qoftë se shumëzojmë me minus 1, atëherë x është e barabartë me minus 9. Edhe njerë, cilin do prej metodave që e zgjidhni, apo e zgjidhni këtë metodën e parë, apo e zgjidhni këtë metodën e dytë, dyjat janë të sakta. A keni pyetje? Këto detyrat e klasës 9 konsideroj që nuk janë edhe shumë vështira sa kanë qenë ndoshta të 8-s. Mirë po te klasa 9 keni ma shumë detyra, keni ma shumë mësime. Te klasa 8 keni pas ma pak mësime matematik, ndërsa te klasa 9 keni ma shumë mësime, detyrat janë pak ma të lehta. Sigurisht këto vlerën absolute keni më mësuar edhe klasën 10, keni më mësuar edhe besoj edhe këtu i kemi nëse zgaboj në ekuacionet. Edhe më mbetet për orën tjetër, a ka fillu dikush për juve inekuacionet me vlerë absolute, ose a i keni zgjidh? Inekuacionet, pra kur ma vogël se ma madhe. Për sot e kemi lënë ekuacionet me vlerë absolute, a ka qenë ashtu? Nëse s'ka po i kom vendosur edhe lajmërimin, njoftimet, ja këtu të njoftimet, të njëjtën ekuacionet me vlerë absolute. Tash a keni shpjeguar ndonjë mësim tjetër apo keni mbet këtu? Mirë, hajtë, po vazhdoj. Mos të vjen keq. Pra kemi kështu. Në anën e majtë, pas kemi vlerën absolute, në anën e djathtë kemi numrin. Pra kemi 3x plus 4 që është e barabartë me 8, edhe kemi 3x, më fali jo plus pa minus, minus 4 është e barabartë me minus 8. Tash kemi 3x është e barabartë me 8, kur dhe në anën tjetër barazimit është plus 4, 3x është e barabartë me 8 plus 4 është 12, në që se pjestojmë qëtu me një 3, x i qenë ka barabartë me 4. E para x i përna del 4, se 1.33. Katër tret aty po dela, a unë e kom gabima? 4 bre? Nështë të kjo del tjetër. Ta provojmë të kjo. 3x është e barabartë me minus 8, minus 4, shikur del në anën tjetër barazimit, del plus 4. Atë kjo po del ka ndryshe. 3x është e barabartë me minus 4, kur pjestojmë këta shkëtu me një 3, kemi 3x, kur pjestojmë me 3, ja kjo tjetra qenë ka pra ashtu si thys. X është e barabartë me minus 4 thy për 3. Pra në qofë si zavëndsojmë 4-shin këtu, që për
bëjmë provën. 3 herë 4 minus 4. 3 herë 4 kemi 12 minus 4. Kjo e barabart me vlerë absolute 8, që është vetë 8. Apo? X plus 3 barabart me 6. Të cila është fjala? A ka qenë ndoshta detyra Manel? Okej. Pra, për këta, prova që nga e sakt për x barabart me 4, ndërsa për x barabart me minus 4 të rritat, kemi kështu. Të vendojmë së këtu një vi, prova. Vlera absolute 3 herë, në vend x-it tash e kemi minus 4 të tretat, minus 4 që është e barabart me 8. Më falë, po të regojmë që është e barabart me 8. Pra kjo është e barabart me vlera absolute, hadi qëta pju pres. Qëta me mdimu dikush. Pra dhe ma herët e kemi mësu kështu, po e konsiderojmë këta si shprehjet me numra. Edhe sa dhe në vendaj kështu. Pra, të kjo shprehja janë. Këtu e ka për nus nishin. Pra ndaj mundim mi shumëzu direkt, ose mundim me thonë, këtë tresh me këtë tresh thjeshtohet, edhe në mbetet minus 4, minus 4. Minus 4, minus 4, nuk guxojmë minus herë minus me shkru plus. Jo, kemi 4 euro bërgjë, 4 euro bërgjë, krejti kemi 8 euro bërgjë. Edhe, qka në thot vlera absolute? Që në qëfës është ma e vogël se 0, vendos edhe një minus për para, pra ndaj krejti është e barabart me 8. A keni pyetje? Apo ndëgjohet? A konfirmoni lutem. Okej. Apo do ndikush me zgjidhje si detyrë. 3x plus 4 barabart me 11. Kemi mjaft detyra tjera. Hajde, pra e kemi 3x plus 4 barabart me 11, edhe 3x plus 4 barabart me minus 11. Këtu e kemi 3x barabart me 11 minus 4, 3x është barabart me 11 minus 4 e kemi 7, edhe x-in e kemi 7 të tretat. Ose ndryshe kemi 2 të plota e 1 treta. Pra në qëse zavoncojmë këtu, 3 me 3 në thjeshtohet, në mbetet 7 plus 4, vlera absolute 7 plus 4 11, vlera absolute 11 që të është 11. Ndërsa të kjo detyra tjetër, kemi 7 të tretat, x i minus 5, po pra, 3 herë minus 5 bëjmë minus 15, plus 4 është minus 11, vlera absolute minus 11 është 11, sakt. Pra, 3x është e barabart me minus 11 plus 4 është minus 4, 3x është e barabart me minus 11 minus 4 është minus 15, kur pjestojmë këtu me një 3, x është e barabart me minus 5, edhe jo dyni me zgjidh ka që shpejta. Pra sidomos këto detyra që i keni pak më të lehta, se inekuacionet pak më shumë kanë punë. Ekuacionet i konsiderojmë që janë të lehta. Tash kjo detyra, pra po e shihni që në anën e majt nuk është vlerë absolute. Pas kemi edhe këtë dhëçin. Këtë dhëçin pra zhvendosim në anën e djathtë. E shkruajmë tash 4x plus 8. Vlera absolute është e barabart me 3 minus 10. Edhe kemi
4x plus 8 është e barabartë me minus 7. Tash si e zgjidhim këta? Po kthehemi, po. Është e vërtet, pra. Prandaj deshta edhe mi u tregu, se që po e presim edhe shoqen me shkru. Pra, ky rast është i pamundur për neve. Pse është i pamundur? Se është në këtë formë. Pra, a-ja nëse është më e vogël se 0. Më e vogël se 0, sa e kemi në a-n, a e kemi minus 7. Pra, nëse a-ja është më e vogël se 0 dhe është minus 7, atëherë ky nuk ka zgjidhje, nuk mundi me zgjidh. Shikoni, si po na del me minus 7, atëherë na këta nuk mundi me zgjidh. Nuk bën me vendos 4x plus 8 barabartë me plus 7, e në këtë anë në vërtet minus 7, në mandej këtë anën tjetër me vendos edhe një minus. Jo. Pra, këta e kemi të pamundur. Ndërsa ky tjetri bën apo? Pra kemi 2x plus 5 barabartë me 10 minus 3, ose 2x plus 5 është barabartë me 7. Tash këta mundi me zgjidhë. 2x plus 5 është barabartë me 7, edhe 2x plus 5 është barabartë me minus 7. Kemi 2x është barabartë me 7 minus 5, 2x është barabartë me 2, pjestojmë këtu me një dysh, x është barabartë me 1. Te kjo detyra tjetër, kemi 2x barabartë me minus 7 minus 5, 2x është barabartë me minus 12, qofse pjestojmë këtu me një 2, x është barabartë me minus 6. Mundime me bo provën, 2 herë 1, 2, 2 plus 5, 7, vlera absolute e shtatshit është 7, 7 plus 3 është 10. Ta provojmë këta minus 6, pra 2 herë minus 6 bojnë minus 12. Është ashtu? Minus 12 plus 5 me sa është barabartë? Hajde. Mos u tutni. Edhe nëse gabojmë s'ka dert. Pra 12 euro kemi borxh, 5 euro kemi në xhep, rezultati është me sakt, pra, minus 7. Vlera absolute e minus 7 është 7, 7 plus 3 është 10, prandaj edhe x barabartë me minus 6 është e sakt. Pra, për edhe të kjo detyrë, pra shkrujmë 4x minus 3 barabartë me 5 plus 7 kur dhe në anën tjetër bëhet minus 7, edhe kemi 4x minus 3 është barabartë me minus 2, që ka tha më herët, pra që kur na del minus 2 është e pa mundur. Hero ka bërë në shkru mirë, herë jo. Pra, si po na del këtu me vlerë negative, e kemi të pamundur. Po, tash ky është një lloj tjetër i detyrave. Çka nëse i kemi dy vlerat absolute në dy anët e barazimit. A i keni mësu kështu? Pra nëse i keni dy anë të barazimit vlerë absolute. Pra tash kësi rasti ne vetëm na vjen eksperienca.
Eksperienca është a kemi zgjidh kësi lloj detyra jo. Nëse s'kemi zgjidh, e kemi shumë vështirë në këtë rast me zgjidhna detyrën. Pra se nëse analizojmë këtë detyrë, atëherë spari duhet me i pas dy raste, edhe prej anës tjetër e kemi dy raste, pra na formohen 4 raste. Mirë. Pra, po dojmë si është dasht me e zgjidh, pra. Nëse i kemi dy vlera absolute, i kemi në këtë rast i marrim vërtet vetëm dy raste. Rasti i parë është kur 3x minus 7 është e barabartë me 5x plus 3. Edhe rasti i dytë, s'ka lidhje ku e vendosim minusin, a vendosim te kjo atë kjo. Pra, hajde që po vendosim, zakonisht e vendosim te e dyta. 3x minus 7 është e barabartë me minus 5x plus 3. Pra, këto dy raste janë. Kjo edhe kjo. Pra, e para është kur dy anë janë pozitive, më falni. Ndërsa rasti tjetër është kur njëra anë është pozitive, tjetra negative. Pra, nuk është më rëndësi ku po vendosim minusin. Se ky minus mundet të marrë edhe këtu përpara. Tash, si e zgjidhim këta, pra pa njërat në anën tjetër, kemi 3x minus 2x është e barabartë me 3, minus 7 është plus 7, 3x minus x është x, që është e barabartë me 5x, jo 2x, më falni. 3x, pra këtu i kemi minus 2x është e barabartë me 10, në qoftë se pjestojmë me një minus 2, po minus 5, po më do këtë që ke përna dela, pra në qoftë se pjestojmë me minus 2, x është e barabartë me minus 5, mundemi këta me përvu, 3 herë minus 5 bëjmë minus 15, minus 15 minus 7 është minus 22, vlera absolute minus 22 që është 22, barabartë me 5 herë minus 5 bëjmë minus 25, minus 25 plus 3 bëjmë minus 22, vlera absolute minus 22 që është 22. Pra, që kjo qenë ka sakt. Ta provojmë këtë tjetrën. Pra kemi 3x minus 7 barabartë me minus 5x minus 3. Po i vendosim në anën tjetër, 3x plus 5x është e barabartë me minus 3 minus 7 që i bëhet plus 7. 3 plus 5 e kemi 8x, barabartë me minus 3 plus 7 është 4. Nëse pjestojmë këtu me një 8, kemi x i është e barabartë me 4 të 8-at. Ose, që se pjestojmë me një 4, x i në del që është e barabartë me 1/2. Në që se zavëndsojmë këtu 1/2, 3/2 minus 7, është e barabartë me 5/2 plus 3, 2 herë 7, 14, 3 minus 14, bëjnë minus 11/2, barabartë me 2 herë 3, 6, plus 5, 11/2. Pra për në del që 11/2 është e barabartë me 11/2, edhe kjo qenë ka e sakt. Mirë, po mjen këtë që qëtash nështë pak si shpejti zgjidha këto, po ju kësha lut, ta lëshoni edhe njëherë videon, shikoni se këto që ka po i njësojmë janë të sakt. Pra dhe kjo është i sakt. Nëse është nevoja 2 herë ose 3 lëshoni videon. Vetëm po du me marrë një rast tjetër, nuk i pas kemi edhe 2 raste tjera. Pra që ka ndodhë të kjo, që vetëm pju të rëgoj që ka ndodhë, pas ta ju vazhdoni, apo ashtu? Pra, të 2x minus 1 barabartë me vlera absolute x-it plus 5. Po. Që ka mundem me vepru na, vazhdo, shkruj, s'është problem. Pra që ka mundem na me vepru, me konsideru qëto sikur molla. Pra këtu i kemi 2 molla, këtu i kemi 1 moll, pra ndaj mundem me shkru ta sikur 2 vlera absolute x-it, minus vlera absolute x-it, barabartë me 5, minus 1 që kur dhe në këtë tonë, bëhet plus 1. Pra ndaj 2x minus x, po, sigurisht, mos bajgare, e kom regullu, besoj që nuk del, si të mos këtë ekligjerata. Pra ndaj kemi vlera absolute x-it, është e barabartë me 6. Ndërsa, edhe kjo pra zgjidhet thuaj se njëjtë, gjithashtu edhe këta e keni, pra njëna është x, tjetra është minus x. Këtu kur e kemi me vlera absolute dy fishta,
Prandaj këtu i kemi 4 raste. Nuk e di a keni mbri ajo me zgjidh, po i lojmë këto për detyrë shtëpie.